Vënia dorë mbi objektet fetare, vjedhësit kanë kaluar për te vijës së kuqe. Projektet në shkollën fillore Ismail Qemali, çka u realizua në vitin 2013. Drejtoria e të ardhurave publike, tatimi personal prej 1 denar nuk do të paguhet. Qeveria nuk arrin të ullë shkallën prej 30% të ekonomisë së zezë. Edita Tahiri në Bruksel, diskutohet zbatimi i marrëveshjes. Shtyhet gjykimi i ish-presidentit Muhamet Morsi. Ky është edicioni i lajmeve në TV2. Me ju në studio, Agim Mustafaj. Përshëndetje teleshikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve këtu në TV2. Sa po ndoqët titujt e ngjarjeve kryesore që shënuan ditën e sotme. Me to më gjërësisht, si dhe me shumë informacione tjera nga vendi dhe bota, do t'ju njoftoj me njëherë pas një bloku të shkurtër marketingu. Na ndiqni. Për 250 dinar marr kartel me 250 dinar mbushje më rënë. Po. Plus 3 muaj ditë folas me kredi Albafon. Po e sakt. Plus pritash me kredi operator tjerë me ful pa kufi. Po. Çka të ful? Edhe këta. Shpoko, asi gryca. E kjo? Shikoje. Edhe ai nuk e deshi gryesën dhe ju ngjit telefonin në fytyrë. M'falni, kur është të bëra shpaklla, mendoj gryesa për internet se mund gjit telefonin në dorë. Kujdes, thirrje pa kufi, aktivizo pakot dhe fol sa të doj shpirti me të gjitha rrjetet. Kombino minuta, SMS dhe internet sa të kesh dëshirë. Fol shqip, Albafon. Kohëve të fundit, grabitësit nuk zgjedhin mjetet dhe mënyrën për të arritur deri tek qëllimi i tyre. Policia e Gustivarit raportoi për një vjedhje të kryer në një objekt kishtar në rajonin e Mavrovës. Profesori universitar Ali Pajaziti thotë se vënia dorë mbi shenjtërit, gjëgjësisht objektet fetare, flet se vjedhësit tani më kanë kaluar për te vijës së kuqe. Grabitja e ndodhur në kishën Shën Petri dhe Pavle në Galiçnik nuk është rasti i vetëm i grabitjeve të ndodhura në objektet fetare. Edhe gjatë vitit të kaluar, policia njoftoi për 10 vjedhje të ndodhura në objekte të këtilla të rajonit të Gustivarit. Gjendja e rënduar sociale dhe ekonomike krahas pasojave të tjera në rafshin social shoqërohet edhe me rritje drastike të rasteve të vjedhjeve. Thellimi i krizës sociale dhe ekonomike ka thelluar edhe fushveprimin autorëve të vjedhjeve. Buletini i policisë për çdo ditë pasqyron raste të vjedhjeve të kryera thuajse në çdo vend, në çdo formë dhe në çdo kohë. Së fundmi, policia e Gustivarit raportoi për një vjedhje të kryer në një objekt kishtar në regionin e Mavrovës dhe për një vjedhje tjetër të kryer në parkun Vozitës të një firme private, me që rast janë grabitur 300 litra derivate të naftës nga 3 automjetet e sipërmarrjes. Për sociologët, shtrirja e grabitjeve dhe në objektet e kultit, pos arsyeve kryesore siç janë kriza ekonomike dhe sociale, flet edhe për një tendencë në rritje të krizës morale. Profesori universitar Ali Pajaziti thotë se vjedhësit tani më kanë kaluar për te vijës së kuqe. Vënia dorë mbi shenjtërit, objektet fetare, depërtimi në hapësirat e diskrecionit të njerëzve, flasin se vjedhësit tani më kanë kaluar për te vijës së kuqe. Rreziku qëndron në ato që ky fenomen dal nga dal po shndrohet në trend. Pra një grup të rinjësh dal nga dal po fillojnë të identifikohen me aktin e jetesës ditore me gjëra të vjedhura dhe kjo tek ky grup po shndrohet në sjellje ordinjere, pasi që pa asnjë turp rrëfejnë për atë që kanë marrë gjatë gjahut të natës. Nëse kjo shkon duke u masovizuar, rrezikohet anija jon kolektive, theksoi Pajaziti. Grabitjet e ndodhura në kishën Shën Petri dhe Pavle në Glaçanik nuk është rasti vetëm i grabitjeve të ndodhura në objektet fetare. Gjatë vitit të kaluar, policia njoftoi për 10 vjedhje të ndodhura për objekte fetare si kisha dhe xhamia. Se kriza sociale thellohet çdo ditë më tepër,
flasin edhe rastet e tentimeve për vjedhje edhe në përvareza të vjetra. TV2 vijon me pasqyrimin e aktiviteteve të institucioneve publike për vitin që lan pas dhe planet për vitin vijues. Sonte do të paraqesim kronikën e realizuar në shkollën fillore Ismail Qemali në Gostivar. Drejtori Bejtullah Zaimi flet për projektet e realizuara gjatë vitit 2013 dhe për projektet që parasheh të realizohen në vitin 2014. Kronikën e përgatiti gazetarja Gëzime Imeri. Ta ndjekim së bashku. Viti 2013 konsiderohet të ketë qenë shumë i suksesshëm për shkollën fillore Ismail Qemali në Gostivar, e cila gjatë periudhës në fjalë ka qenë mjaft e pranishme me realizim të projekteve kapitale, por edhe atyre që janë të domosdoshme për krijimin e nevojave elementare për nxënësit dhe mësimdhënësit e kësaj shkolle. Drejtori Bejtullah Zaimi njofton se ndër projektet kapitale është salla e sportit që u ndërtua në këtë shkollë, por dhe investimet të tjera që kanë qenë të domosdoshme për një funksionim normal. Ai nënvizon se në këtë shkollë po punohet në mënyrë permanente dhe se dal nga dal po hapërojnë drejt asaj se si duhet të jetë dhe të funksionoj një institucion edukativo-arsimor me të gjitha elementet themelore dhe ato ndihmëse. Investimet të mëdha kemi pas sallën sportive, ku është një investim shumë i madh dhe është shumë i vlefshëm për ne si shkollë dhe për nxënësit e kësaj shkolle. Falë ndihmës së kryetarit komunës, na kemi pas edhe hyrjen e shkollës, do të them, prej Pallatit Kulturës deri te hyrja që është aty, u rregulloi pjesa e gjelbrimit që është shumë bukur tash. Kemi pas lyerjen e objekteve shkollës qendrore Ismail Qemalit, shkollës Balindollit që kemi, kuadrës Ismail Qemalit, Simnicë dhe Gjenovic. Gjatë këtij viti që kaloi, ne kemi marrë edhe 2 pianino që i quajmë ne, një për shkollën qendrore dhe një në fshatin Balindoll. Do të thonë, punojmë permanent. Edhe shkollë qendrore investimet, po edhe në pjesët periferike që janë Balindolli, Simnica dhe Gjenovica. Ndër projektet kryesore që janë parapar për vitin 2014, drejtori Zaimi numëron hapësira të reja për nxënësit me nevoja të veçanta, ndarimin e çatisë së shkollës, rregullimin e hapësirës për parkim dhe investimet të tjera nga më të ndryshmet. Për vitin 2014, na do të punojmë intensivisht për të arritur disa qëllime. Kemi një si problem që duhet të realizohet, është paralelia speciale, ku janë një hapësirë shumë e vogël i nxënësve. Mirë po tash, projekti i barakës që kemi afër shkollës është me 4 klasa, tash projektin e kemi realizuar ne, mirë po tash ngelin disa investimet se si do të realizohet ajo pikë. Kemi tash përfundim të nderit të pjesës çatijës që duhet ta rregullojmë, ta riparojmë. Prapë kemi bankat e shkollës, do të thonë i ndrojmë komplet bankat e reja me ngjyra. Pastaj perdet që duhet të kemi është një problem për shkak dilli që ju pengon nxënësve. Do të thonë kryet perdet i çdo klasë i ka edhe perdet e veta. Do të thonë obori duhet të rregullohet me komplet me pjesën e parkingut të shkollës mas. Është një investim shumë i madh. Ajo duhet të kompletohet dhe të rregullohet. Thjesht shkollës i mungojnë edhe pjesa e gjelbrimit, drujt e kështu me radhë, do të thonë, ketë një ambient ekologjik, so është gati e zhveshur si tërësi në hapësirat e jashtme. Pranverë do të kemi edhe lyerjen e objektit jashtë, që të marrë një kolorit ose një pamje pak një rovim i ri. Në shkollën fillore Ismail Qemali vazhdojnë edhe më tej projektet e ngelura nga viti i kaluar me qëllim të finalizimit të tyre, por njëkohësisht janë krijuar kushte për zhvillimin dhe aftësimin e talenteve të rinj, siç janë kurset profesionale të baletit për nxënësit e ciklit të ulët. Krijimi të gjitha kushteve për piktorët e rinj të cilët hedhin hapat e para të artit pikërisht në këtë shkollë, realizimi i aktiviteteve që kanë për synim intensifikimin e marrëdhënieve të mira në mes të nxënësve të shkollave të ndryshme, siç ishin lojrat e shahut dhe shumë aktivitete të tjera nga sfera e sportit, që u dedikohen zhvillimit normal të konstruksionit trupor të fëmijëve në këtë fazë të rëndësishme të zhvillimit të tyre të përgjithshëm. Një lesim për obliguesit tatimor. Nga Drejtoria e të Ardhurave Publike njoftojnë se vendimet tatimore në vlerë prej 1 denar nuk do duhet të paguen nga ana e qytetarëve, por ata obligohen që të paraqiten në drejtori dhe më në mënyrë administrative do të shlyhet gjendja tatimore.
Pas humbjes së kohës, më herët qytetarët obligoheshin që në emër të tatimit personal me vlerë prej 1 denar të paguajnë shërbimin bankar në vlerë prej madje 35 denar. Praktika e vjetër kur disa qytetarë në emër të tatimit personal me vlerë prej 1 ose 2 denar obligoheshin të kryejnë procedurën e pagesës nëpërmjet transaksionit bankar në emër të drejtorisë për të ardhura publike, tani më nuk do të vlen. Pagesa nuk nevojitet të kryhet, por qytetarët të cilët nga drejtoria për të ardhura publike kanë marrë vendim për të paguar tatim personal, obligon të shkojnë në njësinë rajonale të drejtorisë për të ardhura publike, për të paraqitur dhe në mënyrë administrative do të shflyhet gjendja tatimore. Nga drejtoria për të ardhura publike njoftojnë se vendimet tatimore në vlerë prej 1 denar kanë marrë 26.000 qytetar, por kjo vlerë nuk do të realizohet. Por me qëllim që të mos shtihet më tutje borxhi, qytetarët duhet të shkojnë në zyrat e drejtorisë për të ardhura publike për të pastruar ata. Më herët, qytetarët obligoheshin që në emër të tatimit personal me vlerë prej 1 ose 2 denar të paguajnë shërbime bankare në vlerë prej 35 denare e më tepër. Edhe në çekja e procedurës për qytetarët paraqiste një obligim më tepër. Qeveria nuk arrin të ulë shkallën prej 30% të ekonomisë së zezë. Edita Tahiri në Bruksel, diskutohet zbatimi i marrëveshjes. Shtyhet gjykimi i ish-presidentit Muhamet Morsi. Masat e ndërmarra nga qeveria për parandalimin e ekonomisë së zezë dhe stimulimin e formave të tjera për legalizimin e bizneseve të reja nuk ka arritur që të pengojë zhvillimin e ekonomisë së zezë. Sipas portalit Faktor, ekonomia e zezë në Maqedoni arrin rreth 30% nga bruto prodhimi vendor. Të ndjekim bllokun e lajmeve të orëve të fundit në Maqedoni. Ekonomia e zezë akoma lulëzon në Maqedoni edhe pse autoritetet qeveritare të vendit kanë ndërmarrë masa për zvogëlimin e saj dhe stimulimin e formave të tjera për legalizimin e bizneseve të reja. Si shkruan portali Faktor, ekonomia e zezë në Maqedoni arrin rreth 30% nga bruto prodhimi vendor, respektivisht 2 miliardë euro. Ministria e Ekonomisë dhe Punës dhe Politikës Sociale në Maqedoni kanë prezantuar kohë më parë planin aksional për luftën kundër ekonomisë së zezë, e cila është dominuese në sektorët industri dhe turizëm dhe jo vetëm shitësit ambulant në rrugët e vendit dhe tregtarët ilegal, shkruan portali Faktor, ndërsa transmeton agjencia e lajmeve INA. Rilindja Demokratike Kombëtare ka theksuar se bashkimi i përfaqësimit diplomatik i Maqedonisë me Serbinë paraqet hyrjen në realizimin e pjesës së dytë të referendumit për pavarësi. Parashtrohet pyetja a janë të realizueshme idetë e këtilla. Ky model funksionon në shtetet skandinave, të cilat nuk kanë gati asnjë çështje kontestuese në raporte ndërmjet njëra tjetrës. Në një territor si ky i yni, ku ekzistojnë një sër çështjes kontestuese duke filluar nga kufit, historia, identiteti, çështjet nacionale, gjuha dhe shumë të tjera, duket mjaft ironike pranimi i këtij propozimi. Thuhet në reagimin e RDK-s, nga ku shprehen se përfaqësuesit e BDI-s në qeveri nuk kanë kurfar iniciative për bashkëpunim dhe bashkëpërfaqësim të Maqedonisë me Shqipërinë dhe Kosovën. Kanë përfunduar hetimet për fatkesinë e aeroplanit në të cilën vdiq presidenti Boris Trajkovski. Detajet rreth hetimit të ri pritet të kumtohen menjëherë para shënimit të 10 vjetorit nga fatkesia. Hetimi ka mbaruar, në vazhdim janë formalitetet teknike. Më së voni për një muaj, ekipi i hetuesis do t'jetë në shkup dhe opinionit do t'i prezantoj faktet, deklaroi presidenti i komisionit Omer Kulic për radio-televizionin e Maqedonisë. Raporti për rrëzimin e Kingerit u hap përsëri në kërkim të Maqedonisë pasi që u morën prova shtesë. Presidenti Trajkovski i shoqëruar nga delegacioni dhe ekuipazhi vdiqën në fatkesinë ajrore që ndodhi më 26 shkurt të vitit 2004 në afërsi të Mostarit, transmeton Zhurnal. Prokuroria publike ka ngritur akt akuzë kundër 12 personave në aksionin kryesuesi, pasi javën e kaluar përfunduan hetimet, thon nga gjykata penale e Shkupit. Gjykata gjatë hetimeve ka vazhduar paraburgimin ndaj 8 të pandehurve që gjenden për momentin në Shutkë, ndërsa mes tyre është edhe kreu i Këshillit të Komunës Qendër, i akuzuar i parë në rastin Miroslav Shipović. Mes të akuzuarve përveç Shipovicit është edhe vëllai i tij, ish antar i bordit në Mashinopromet, një funksionari drejtorisë të ardhurave publike dhe udhëheqës të firmave private. Të akuzuarit duhet të përgjigjen për shpërdorim të 1.3 milion eurove për vepër të kryer penale në vitin 2008 dhe vitin 2009.
Gjatë javës së kaluar dhe gjatë kërshëndellave të pusuarit e doganave kanë ndaluar 2 tentime për kontrabandim të cigareve, më shumë tentime për kontrabandimin e mallrave. Në duart e doganjerëve kanë mbaruar pompa uji, drita me diod, ora dore, ilaçe, kallëpe për stoli, autopjesë dhe veshmbathje. Në rastin e parë, doganjerët në bashkëpunim me policin nga kalimi kufitar ndaluan tentim për kontrabandim të 31 kartonave dhe 6 kuti me cigare me pulla aksizore maqedone. Cigaret janë zbuluar gjatë kontrollimit të një automjeti me targa bullgare. Automjetin e ka vozitur shtetasi nga Bullgaria, i cili ka qenë i shoqëruar nga 2 bashkëudhëtare, gjithashtu shtetase të Bullgarisë. Takimet e zëvendës kryeministres Edita Tahiri në Bruksel dhe prioritetet e bisedimeve me përfaqësues të Bashkimit Evropian, takimi Yahyaga Thaçi si dhe interesimi që ka shprehur Austria për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve Kosovë-Serbi janë ngjarjet kryesore që paralajmërojnë bllokun e lajmeve nga rajoni. Zëvendës kryeministri Edita Tahiri udhtoi sot për në Bruksel, ku nesër do të zhvillojë takime me përfaqësues të Bashkimit Evropian. Tema qendrore e bisedimeve me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian do të jetë zbatimi i rezultateve të zgjedhjeve lokale në komunat e veriut. Në bazë të ligjit për qeverisje lokale në Kosovë, mbajtja e mbledhjeve konstituive të kuvendeve komunale duhet të bëhet deri të premten. Presidentja e Republikës së Kosovës Ativete Yahyaga priti sot në takim kryeministrin e Republikës së Kosovës Hashim Thaçi, në të cilën bisedoi për situatën aktuale dhe për koordinimin dhe bashkëpunimin institucional. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e njoftoi presidenten Yahyaga për procesin e dialogut që po zhvillohet në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe me mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura gjatë procesit të dialogut. Austria do të ushtojë interesimin e saj diplomatik për të ndihmuar në zgjedhjen e problemeve midis Kosovës dhe Serbisë. Këtë ndihmë, ministri i jashtëm i Austrisë, Sebastian Kurz, ja ka ofruar edhe baroneshës Ashton në Bruksel. Vizita do të jetë një sinjal se Austria vlerëson gatishmërinë e Serbisë dhe Kosovës për dialogun që po zhvillojnë, ka thënë ministri i jashtëm austriak. Shtyrja e fatit të gjykimit ndaj ish-presidentit egjiptian Mohamed Morsi dhe rrëzimi një helikopteri në Anglinë Lindore janë ndër temat kryesore nga arena ndërkombëtare, të cilat do t'u paraqesim gjatë minutave në vazhdim. Presidenti egjiptian Mohamed Morsi ishte parapartë dilte sot para gjyqit në akuzën për nxitje të dhunës gjatë përleshjeve në dhjetor të vitit 2012, por ai nuk u dërgua me helikopter në Akademinë Policore në Kairo, ku ishte parapartë të zhvillohej gjyqi ndaj tij, për shkak të, siç thuhet, kushteve atmosferike, kurse nuk i është mundsuar të kontaktojë me asnjë nga avokatët e vendit dhe ata ndërkombëtar. Po ashtu atij është ndaluar të vizitohet nga familja e tij tash 2 javë, gjë që nuk përkon me ligjet ekzistuese në vend. Sipas analistëve vendor, kjo shtyrje e gjykimit dyshohet të bëhet nga frika e ndikimit mbi referendumin për kushtetutën e ndryshuar të Egjiptit me ardhje në pushtet të puçistëve, e cila është parapartë të fillojë sot për egjiptianët jashtë vendit, kurse në javën tjetër do të votohet edhe në Egjipt. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, deri më 20.000 forca të sigurisë janë në gjendje gatishmërie të lartë për paraqitjen e tij në gjykat në kryeqytetin e Kairos. Përleshjet mes protestuesve pro Morsi dhe forcave policore vazhdojnë pas çka raportohet për dhjetra të plagosur. Një helikopter ushtarak amerikan është rrëzuar në Anglinë Lindore, ndërsa të 4 anëtarët e ekuipazhit besohet se kanë vdekur. Zyrtarët thonë se fluturakja është aksidentuar gjatë një misioni trajnues, me që ishte duke fluturuar ulët kur është rrëzuar. Helikopterët e këtill përdoren në operacionet luftarake për kërkim shpëtim, kryesisht për të gjetur personelin e izoluar në zonat e luftës ose edhe fluturaket të tjera të rrëzuara eventualisht gjatë luftimeve. Këto luftarake janë përdorur në disa misione jashtë shtetit, përfshirë në Afganistan dhe Irak.
Të shikues të ndëruar, ishin këto të gjitha materialet që përgatitëm për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju pafshim në